Punimet e shpeshta në qarshinë e vjetër në Gjakov po pamundsojnë qarkullimin dhe funksionimin e bizneseve. Shumë shpesh në këtë pjesë të qytetit bën punime ku hiqen kubzat, shtrohen pllakat, hiqen e shtrohen përsëri kubza. Hilmi Bunjaku, pronari i një biznesi, tha se intervenimet e shpeshta në këtë zonë po ndikojnë shumë në mbarvajtjen e biznesit. Për zëtarët është e zëshme, se nuk ka një rregull sikur është në vende tjera. Për shembull e kryen një pjesë, por që ajo pjesë që kryhet ajo nuk lun më, vazhdon pjesën tjetër. Ata kretë që unë e ku s'keje e ku kryhet kjo. E nuk është hera e parë këtë në konë. Shërë në kanë shkatu tënë. Kur vojnë si qene, atëherë mes dy me lypë as pareze, të ljonë edhe njerëzit përshojnë. Në bëjmë përshim edhe zëtasës. Tu s'ka, me dash më marë kusht, s'ka që shmë marë dhe s'me vjerë kusht. Neve në kushtan. Edhe në pasë ata pak vëmendje ka zëtarët mes milionën këtë gjendje. Kujtojmë se Komuna e Gjakovës në vitin 2012 kishte filluar implementimin e projektit për rindërtimin e qarshisë, i cili ishte ideuar që nga viti 1982 dhe asnjëherë nuk ishte përfunduar tërësisht. Punimet në këtë pjesë të qytetit ishin ndaluar në vitin 2012, kur Ministri i Kulturës në atë periudhë Memli Krasniqi kishte dhënë urdhër që të ndaleshin punimet në qarshinë e madhe, pasi që i kishte vlerësuar si ndërhyrje shumë e rëndë në trashëgiminë kulturore. Aso kohë kjo situatë nuk i bëri askujt përshtypje, derisa ndodhi heqja e kaldrëmit të shtruar në rrugën kryesore Ismail Qemaili. Veprim ky që nxori qytetarët në protestë për atë që po ndodhte në pjesën me më së shumti trashëgimi. Protestuesit kërkonin që të mos vendoseshin rrasa të Glarevës në vend të kaldrëmit. Për mungesën e kaldrëmeve nga komuna atë kohë kishin deklaruar se kaldrëmet i kemi deponuar në vend të sigurt. Ato do t'i përdorin për restaurimin e rrugëve dytësore të qarshisë së vjetër, që nuk përfshihen në këtë projekt. Rrugtimi i këtij projekti ka vazhduar tutje. Punimet kanë rifilluar edhe në vitin 2019, kur rruga u shtrua fillimisht me kubza. Në vitin 2021 u ndërhy sërish, kësaj radhe për shtrimin e rrugës me pllaka të mëdha graniti. Megjithatë, punimet u ndërprejnë për disa ditë gjatë këtij muaji, pasi Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe Sportit kishte kërkuar ndalimin e tyre, duke theksuar se po dëmtohej trashëgimia kulturore në këtë pjesë të qytetit. Pas disa ditësh, punimet rifilluan duke ndjekur procedurat e nevojshme me qëllim përfundimin e tyre brenda afatit 30 ditor. Pas kjo nuk ishte hera e fundit që u ndërhy në këtë pjesë. Në vitin 2023 filloi një tjetër fazë e rishtrimit të kubzave, duke u nisur nga hyrja kryesore e qendrës së mjekësisë familjare, e në fillim të vitit 2024 u krye edhe një restaurim tjetër për vendosjen e kubzave dhe shtyllave ndriçuese. Për të mos mbetur me kaq, edhe këtë pranverë sërish filluan punimet këto. U hoqën pllakat ekzistuese për t'u vendosur kubza, të cilat paraprakisht ishin hequr. E tashmë kur bizneset kanë filluar të bëjnë gati për sezonën verore, këtu ende ka punime dhe nuk dihet se kur mund të përfundojnë. Duke ditur që në këtë zonë vitale janë kryer intervenime të shpeshta infrastrukturore, televizioni ka kërkuar nga Komuna e Gjakovës të kuptojnë se cila është arsyeja këtyre projekteve në vendin e njëjtë. Kubza, pllaka, kubza dhe tash sërish projekt i ri, por deri në transmetimin e kronikës nuk kemi siguruar përgjigje zyrtare.